Të dashur rotarian, rotaraktor, interaktor dhe miq të distriktit 245. Prilli në kalendarin e Rotary është muaj i mjedisit. Një moment i veçantë që na fton të reflektojmë mbi rolin ton personal dhe kolektiv në mbrojtjen dhe ruajtjen e planetit tonë. Ne besojmë se mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i mjedisit është i lidhur ngushtë me mirëqenien dhe të ardhmen e komuniteteve tona. Mbrojtja e mjedisit nuk është vetëm një nga fushat kryesore të Rotary International, por një përgjegjësi qytetare dhe detyrim moral ndaj brezave që do të vinë. Secili nga ne mund të kontribojë në ruajtjen dhe përmirësimin e natyrës dhe në forcimin, ndërgjegjësimin qytetar për rëndësinë e një ambienti të pastër dhe të qëndrueshëm. Si guvernatori i distriktit 2485 Shqipëri-Kosovë, ju inkurajoj që gjatë këtij muaji të realizoni disa nga aktivitetet kryesore. Organizoni aktivitete simbolike për mbjelljen e pemëve në qytete apo komunitetet tuaja. Kjo është një mënyrë konkrete dhe e fuqishme për të treguar angazhimin ton ndaj mjedisit dhe për të krijuar një trashëgimi afatgjate për komunitetet tona. Organizoni ditë pastrimi në parqe, lumenj, hapësira të gjelbërta dhe vende turistike. Bashkëpunoni me rotaraktor dhe interaktor, autoritetet lokale dhe komunitetet për një ndikim më të madh. Realizoni aktivitete edukative, seminare apo trajnime të shkurtra në shkolla dhe komunitete për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit, riciklimit dhe përdorimit racional të burimeve natyrore. Promovimi i transportit të qëndrueshëm. Organizoni një ditë apo javë pa makina në komunitetet tuaja, duke inkurajuar ecjen rotariane, përdorimin e biçikletave dhe mjeteve ekologjike të transportit. Të gjitha këto aktivitete jo vetëm që ndihmojnë në ruajtjen e mjedisit, por edhe forcojnë lidhjet tona me komunitetin, rrisin imazhin e Rotaryt dhe demonstrojnë fuqinë e bashkëpunimit dhe angazhimit vullnetar. Le të jetë ky muaj një nxitje që veprimi ynë mjedisor të vazhdojë gjatë gjithë vitit dhe të jetë pjesë e pandashme e identitetit tonë si rotarian. Ju falenderoj sinqerisht për angazhimin dhe entuziazmin tuaj të vazhdueshëm për të bërë ndryshime reale në komunitetet tona dhe në mjedisin që na rrethon.